Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Njojja e Kosovës nga Kenia u përshëndet nga kryeministri Albin Kurti. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Prishtinë falenderoi presidenten Vjosa Osmani dhe ish-presidenti Bexhet Pacolli për rolin e tyre të shprehur mirënjohje për presidentin e Kenias. Mirënjohje për William Ruto, i cili mori vendimin dhe hapin historik drejt afrimit të Kenias me Republikën e Kosovës dhe hapjes së rrugës për ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve tona, shkruan Albin Kurti. Akte armiqësore konsideroi Serbia njojën e Kosovës nga Kenia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi se do të marrë të gjitha masat e nevojshme diplomatike ndaj këtij akti. Veprimi i Kenias për ta njohur shtetin e Kosovës përbën shkelje të rëndë të drejtës ndërkombëtare dhe cënim të drejtë për drejtë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha ministri i jashtëm i Serbisë në një reagim. Serbia po ashtu pretendon se me këtë veprim Kenia shkeli dhe kartën e OKB-s. Kjo njojje, sipas Beogradit zyrtar, minon përpjekjet për dialog konstruktiv, stabilitet rajonal dhe respektimin e rendit juridik ndërkombëtar. Kryetari i Partisë Alternativa në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon që koalicioni i qeverisë vlen të mos jetë një kalkulator që llogarit mënyrën e përfitimit të pushtetit. Pas zërave për largimin e mundshëm të Arben Taravarit si kreu Aleancës për Shqiptarët, Ziqiria Ibrahimi thotë se ideja e ngritjes së vlenit ka qenë dhe mbetet rënimi i sistemit të kalbur dhe zëvendësimi me një sistem të ri pa korrupsion, si dhe me një vizion të ri të përfaqësimit. Sipas tij në Vlen debatet për numra, për përqindje dhe për kulaç kanë qenë dhe mbeten çështje periferike. Pyetja e vetme që ka rëndësi atëherë dhe sot është: a jemi ne ata që do ta rënojmë regjimin dhe do ta bëjmë ndryshimin, shkruan Ziqiria Ibrahimi. Nga Alternativa, pjesë e koalicionit bashkëqeverisës Vlen në Maqedoninë e Veriut. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftojnë për arritjen një marrëveshje ndaras me Ukrainë dhe Rusinë për të garantuar lëvizjen e lirë tanijeve tregtare në detin e Zi dhe për të zbatuar një ndalesë në sulmin ndaj objekteve të energjisë njëra tjetrës. Shtëpia e bardhë tha se marrëveshjet do t'i rikthejnë Moskës qasjen në tregjet globale për eksportet të produkteve bujqësore, të cilat janë bllokuar prej nisjes së luftës. Marrëveshjet nëse zbatohen do të përbëjnë përparimin më të madh drejt një armpushimi më të gjerë që Washingtoni e konsideron shumë të rëndësishëm në bisedimet për paqe, që do të jepnin fund luftës treviçare të Rusisë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje partnerëve të rezistojnë kushteve të vendosura nga Rusia për zbatimin e marrëveshjes për armpushim në detin e Zi. Reagimi i Zelenskit erdhi gjatë një takimi me gazetarët në Paris para samitit të mbrojtjes për formimin e një koalicioni të vullnetit. Ne kemi shfaqur qëndrueshmërinë tonë, tani është e rëndësishme që të partnerët tanë të jenë po aq të qëndrueshëm sa dhe ne, edhe pse ata kanë më shumë kapacitet, tha Zelensky, ndërsa Rusia po kërkon që të përmbushë një sër kushtesh përfshirë lehtësimin e sanksioneve në këmbim të respektimit të marrëveshjes. Udhëheqësit evropian po bëjnë përpjekje që të sigurojnë një ulje në tavolinë negociatave mes Moskës, Kievit dhe Washingtonit. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se po diskutohet krijimi një force europiane të sigurisë, por që nuk do të ishte në vijën e parë të frontit dhe nuk do të kishte për detyrë monitorimin apo zbatimin e një armpushimi, një detyrë që ai sugjeroi se bie mbi paqëruesit e Kombeve të Bashkuara. Macron tha se kjo forcë do të dislokojë brenda Ukrainës për të parandaluar Rusinë dhe për të ofruar trajnime dhe mbështetje për forcat ukrainase. Macron konfirmoi se Franca do të japë Ukrainës një paketë të re të ndihmës ushtarake në vlerë prej 2 miliardë eurosh, që do të përfshijë raketa kundërtanke, sisteme të mbrojtjes ajrore, avion luftarak Mirage, auto blinda, municion dhe të tjera ndihma. 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.